Komandanti i KFOR-it Ozkan Ulutas është takuar sot me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Për këtë takim ka njoftuar KFOR-i në faqe zyrtare, ku ka bërë me dije se bashkë me Kurtin kanë qenë edhe ministrin në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonsi, si dhe ai i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Sipas njoftimit, Ulutas dhe Kurti kanë shkëmbyer mendime mbi forcimin e bashkëpunimit ndërmjet KFOR-it dhe institucioneve të Kosovës. General Ulutas theksoi angazhimin e palëkundur të KFOR-it për të vazhduar kontributin e tij në sigurinë në të gjithë Kosovën dhe rajonin më gjerë, theksohet në njoftim. Në fund të njoftimit thuhet se KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe misionin e BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Bashkimi Evropian ka shpallur Kosovën dhe 7 vende të tjera si të sigurta për azil. Bëhet e ditur se Këshilli i RAP dakord për shëndrimin e tij mbi 2 pjesë të legjislacionit të BE-s që do të forcojnë zbatimin praktik të koncepteve kryesore të vendit të sigurt në rregullat e azilit të BE-s. Sipas njoftimit, këto ligje të reja të BE-s për migracionin synojnë të vendosin procedura më të shpejta dhe më efektive të azilit për ata që nuk duhet të marrin mbrojtje brenda BE-s. Ministri danez për emigracionin dhe integrimin, Rasmus Stoklund, ka deklaruar se është i lumtur që kanë rënë dakord për një qasje të përgjithshme për rishikimin e konceptit të vendit të tretë të sigurt i cili u lejon shteteve anëtare ta bëjnë marrëveshjen me vendet e treta të sigurta për përpunimin e azilit jashtë Europës. Sipas vendimit të Këshillit, Kosova është përfshirë si vend i sigurt i origjinës. Kjo do të thotë se aplikimet për azil nga qytetarët kosovarë mund të trajtohen në mënyrë të përshpejtuar. Vendosja e Kosovës në listë bazohet në vlerësimin se vendi ofron mbrojtje të mjaftueshme kundër persekutimit dhe shkeljeve të rënda të drejtave themelore. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se çdo kërkesë azili nga Kosova do të refuzohet automatikisht. Çdo aplikim individual mund të shqyrtohet nëse ekzistojnë arsye specifike për mbrojtje. Në njoftim sqarohet se rregulloria e re që rishikon konceptin e vendit të sigurt të tretë do të zgjerojë rrethanat në të cilat një kërkesë për azil mund të refuzohet si e papranueshme. Post Kosovës, Këshilli është dakord që edhe këto vende duhet të përcaktohen si vende të sigurta origjine në nivel BE-je: Bangladeshi, Kolombia, Egjipti, India, Maroku dhe Tunizia.